Po, ambasador, disa analistë ndërkombëtar dhe unë e di që ju jeni të eti vëmendshëm ndaj tyre, nënvizuan një element që doja ta ndaja me ju. Ajo thonte, për herë të parë, presidenti Trump kalon nga diplomacia, kalon në detyrim, kalon në kërcënimin e përdorimit të forcës ushtarake amerikane dhe jo vetëm izraeli. Si e vlerësoni ju këtë zhvendosje të pozicionit të presidentit Trump dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sepse është e rëndësishme jo vetëm për ta, por si do ta shohim më vonë edhe për dimensione tjera globale? Po, pa diskutim, dua të them që kjo është një pozicion negocime, do të thënë paraqet marrëveshjen, pasaj kur e shikon që ka një ngërç, fillon edhe bën presionin ndaj tyre. Këtë ka precedent, kjo gjë që bëri Trumpi me Hamasin, që Hamasi është një organizatë terroriste për shumicën e vendeve europiane e Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe si tillë nuk mirë si një faktor kryesor, dhe unë jam plotësisht dakord me kolonelin që e shpegoi që ka shumë paqartësi në draftin e marrëveshjes. Por paqartësitë më tepër janë për shtetet, të cilët do të mbikëqyrin në realizimin e marrëveshjes, sigurimin e forcës në terren, që do të përbëhet nga vendet arabe ose vendet myslimane, sa Hamasi, i cili duhet zhduket tashmë nga ekzistenca. Po, domethënë, Hamasi nuk ka më rol për të negociuar për këtë. Prandaj dhe nuk pritet kohë. Për arsye sepse ju është dhënë mundësia të largohen domethënë me detyrimin që nuk do t'ju ndodhi gjë, do të ketë safe pass, domethënë pasim të lirë, kalim të lirë të kufirit nga territori. Por ata nuk do njihen më si një organizat. Prandaj, çrënjosja e tyre është e detyrueshme. Ata nuk janë në pozita për të negociuar këtë gjë. Ata janë të detyruar. Kjo është e para. E dyta, për t'i rënë shkurt edhe vetë palestinezët në Gaza, tani nga sondazhet që kanë bërë organizatat humanitare e tjera janë në favor të një realizimit të një marrëveshje të shpejtë, për arsye se kushtet e tyre janë të jashtëzakonshme. Domethënë ata janë në një tragjedi që jetojnë nga momenti në moment. Kështu që edhe ata e presin një marrëveshje. Dhe ka nga ata, sidomos BBC-a, ku ju keni qenë edhe prezent, tregonte fakte që janë njerëzit tani kanë ndryshuar mendjen që Hamasi po shfrytëzon edhe popullsinë civile, që ka qenë teza kryesore e Izraelit, për të mbajtur dhe ruajtur pushtetin e tyre. Tani, në lidhje me sulmin e Trumpit, duke përfunduar, dua të them diçka, Franco. E provoi 60 ditë që i dha i Iranit. Në krye të 60 ditëve lëshoi bombat që e bëri Iranin, domethënë të dorëzohet. Për Hamasin dihet që kjo gjë do të bëhet shpejt. Dihet që jemi ka si Pakistani, ashtu dhe Izraeli, por edhe organizatat ndryshme në gjithë botën e kanë propozuar për çmimin Nobel për paqe, një njeri që ka kontribute në këtë gjë, prandaj çmimi do jepet në datën 10. Nuk mendoj që Hamasi mund të prishi një arritje tepër të rëndësishme të presidentit Trump, i cili realizon konkretisht një paqe. Prandaj janë të gjitha këto element që ai e ka seriozisht për mua dhe ata do të jetë një luftë që do të jetë në dëm të një popullsie të pafajshme. Dhe që po vuan jashtëzakonisht shumë. Emanuel, për ta vazhduar më tej, përsa i përket qasjes së Britanisë së Madhe dhe të perëndimit, ky plan, pavarësisht kundërshtimeve që mund të ketë, por a mund të shndrohet Hamasi në një pengesë për të mos e pranuar këtë plan, ndërkohë që, siç e tha dhe vetë presidenti Trump, en blok në makro, të gjithë e kanë pranuar dhe të gjithë kanë rënë dakord. Dhe po flasim për një organizatë terroriste